Mirëmëngjesi të nderuar teleshikues të Drita Televizion, do të jemi së bashku në emisionin What Happened Today, çfarë ka ndodhur sot. Data sot shënon 9 korrik dhe ne kemi përgatitur disa informacione në lidhje me ngjarjet më të rëndësishme që kanë ndodhur në këtë datë, ku ju ftoj që të ndiqni. Nënt korrik. Ngjarje 1992. Kandidati presidencial demokrat Bill Clinton zgjodhi senatorin Al Gore nga Tennessee si kandidat të tij për nënkryetar. 1997. Boksiri Mike Tyson u ndalua të boksonte dhe u gjobit me $3 milion pasi që ja kaputi veshin kundërshtarit të tij, Evander Holyfield. 1997. Në Gostivar të Maqedonisë ndodhen protestat e popullatës shqiptare pas arrestimit të kryetarit të komunës Rufi Osmani, i cili ngriti flamurin shqiptar në ndërtesën e komunës në këtë qytet. 2001. Një gjykatë në Kili vendosi se generali Augusto Pinochet nuk mund të gjykohej për shkeljet e të drejtave të njeriut për shkak të shëndetit të tij të përkeqësuar. 2004. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë vendosi se rrethoja e planifikuar izraelite në brekun perëndimor paraqiste shkelje të ligjit ndërkombëtar. 2011. Është shpallur pavarësia e Sudanit Jugor nga Sudani Verior. Lindje 1858. Lindi Franz Boas, antropolog amerikan. 1932. Lindi Donald Rumsfeld, politikan amerikan. 1957. Lindi Ardian Klosi, publicist, aktivist i shoqërisë civile në Shqipëri. Vdekje 1850. Vdiq Zakari Taylor, politikan dhe kryetari i SBA-ve. Ndërkohë kemi përgatitur për ju biografinë e Hafiz Ali Korçës, i cili ishte një hoxh, hafiz, publicist dhe përkthyes i kryeveprave të letërsisë fetare artistike orientale. Ai lindi më 5 prill të vitit 1873 në Korçë dhe ka ndëruar jetë më 7 janar të vitit 1957 në Kavaj. Me veprën e tij bolshevizma e çkatrim, njerëzimi u shënjua si denoncuesi i parë shqiptar i komunizmit. U lind në Korçë, i biri Ilyas Efendi Kadiot, vinte nga një familje që kishin berës pas brezit dietar fetar. Mësimet fillore dhe të mesme i mori në Dhëngëlije. Studimet e larta e kreu në medresen Çifte Minarele në Stamboll. Në lëvizjen kombëtare hyri që në vitin 1889, ku zuri të jepte mësime falas në shkollën shqipe të djemve në Korçë dhe pas një viti edhe një dadia në Korçës. Gjatë kohës së debatit të shtyrë në disa qarqe në Stamboll për llojin e alfabetit për gjuhën shqipe, Hafiz Aliu përkrau alfabetin latin. Mbajti fjalën kryesore në Kongresin e Dibrës, përkrau Kongresin e Elbasanit në 2 shtator të vitit 1909, i cili vuri themelet e arsimit kombëtar. Në vitin 1916, në qeverinë e Esad Pash Toptanit, nga ministri Shahin dhe Ibino Hafiz Aliu, u emërua drejtori i arsimit për Tiranën, Durrësin, Elbasanin, Dibrën, Matin dhe Pogradecin. Ishte antar i komistetrar të Shkodrës, ku më vitin 1916 bëhet kryemifti në Këshillën e Lartë të Shariatit. I zhvendosur në Tiranë në vitin 1918 në Këshillën e Lartë të Shariatit, që bashkëthemelues dhe mësues në medresen e Tiranës, ku ndërmori reforma në kurrikula dhe hartoi tekste për nxënësit, që t'u lehtësoheshin studimet dhe shkollat e larta jashtë shtetit. Veprat prenjorive që kishte në gjuhën tradicionale të lindjes, përktheu kryeveprat fetare letrare si Melvudi në vitin 1900, Gjylistani dhe Bostani e Sadiut në vitin 1918 dhe Rubijat e Hayamit në vitin 1930 nga persishtja. Për përkthimin e veprës së Hayamit pati një debat të gjerë me Fanolin, i cili kishte përkthyer në një variant në gjuhën angleze. Hafiz Aliu argumentonte se ka humbur nga origjinali përkthimi i bërë nga Noli dhe se ndikon në këtë të huartje mungesa e
tasavvufit në variantin e tij. Në vitin 1925 shkroi Bolshevisma e shkatrimi i njerëzimit, duke shënjuar si denoncues i parë shqiptar i ideologjisë komuniste. Nderime, më 15 shkurt të vitit 2017, presidenti i Republikës Bujar Nishani e vlerësoi pas vdekjes me dekoratën Nderi i kombit. Tani të kalojmë në rubrikën edhe shëndetni. Sot kam përzgjedhur për të folur rreth vitaminës D, çfarë sjell mungesa e saj në trupin ton, cilat janë disa nga ushqimet kryesore ku ne mund të gjejmë këtë vitaminë kaq të rëndësishme. Vitamina D quhet ndryshe dhe vitamina e diellit. Ajo është një element i rëndësishëm për shëndetin kockor dhe jo vetëm. Trupi ynë e siguron vitaminën D nëpërmjet ekspozimit në diell, por edhe të dietës ushqimore. Kjo lloj vitamine D që sigurohet nga jashtë duhet të përpunohet në mëlçi dhe veshka që të ushtrojë efektin e saj në të kocka. Çfarë janë efektet e vitaminës D? Vitamina D nxit thithjen e kalciumit në zor. Ajo është elementi bazë që rregullon metabolizmin e mineraleve në kock. Fal saj dhe kalciumit të rriturit mbrohen nga osteoporoza dhe osteomalacia, dy sëmundje që dobësojnë kocka dhe rrisin riskun për fraktura. Vitamina D parandalon rakitizmin dhe kariesin dentar tek fëmijët, por efektet e saj nuk janë vetëm në kocka. Vitet e fundit po bëhen studime të cilat kanë hedhur dritë mbi të tjera efekte shumë të rëndësishme të kësaj vitamine në trupin ton. Diskutohet se roli i saj mbrojtës ndikon kundër disa llojeve të kancerit, si për shembull kancerin e zorës së trashët, të gjirit dhe prostatës. Gjithashtu vitamina D është në studim kërkimor dhe si faktor mbrojtës kundër diabetit të tipit 1 dhe 2, sklerozës, depresionit, sëmundjeve kardiovaskulare, sëmundjeve alergjike dhe infeksioneve të ndryshme. Mungesa e vitaminës D është më e shpeshta krahasuar me mungesat e vitaminave të tjera në trup. Në vendet europiane vlerësohet se rreth 40% e popullatës adulte të kenë pamjaftueshmëri të vitaminës D. Por cilat janë disa nga shkaqet e mungesës së vitaminës D në trup? Tek fëmijët e vegjël, shkak kryesor është ushqyerja ekskluzivisht me qumësht gjiri dhe mos ekspozimi në diell. Qumshti i gjirit ka nivele shumë të ulta të kësaj vitamine, 25 deri 70. Mbyllja e fëmijëve në kopshte dhe qendra kursesh pa u ekspozuar në ambiente të hapura me diell është shkak tjetër i uljes së vitaminës D tek fëmijët. Për të rriturit, shkaku kryesor është mungesa e ekspozimit në diell. Cilat janë disa nga shenjat e mungesës së vitaminës D? Tek fëmijët, mungesa e vitaminës D manifestohet si mungesë në ngritje në këmbë. Fëmijët me ulje të vitaminës D preferojnë më shumë të rinë ulur se sa të kryejnë aktivitete të ndryshme. Por cilat janë disa nga nivelet optimale të vitaminës D në gjak? Niveli minimal optimal i vitaminës D në organizmin duhet të jetë 20 nanogram për mililitër. Nëse është më pak se 10 nanogram për decilitër, kemi të bëjmë me mungesë të theksuar të vitaminës D. Në rast se vitamina D është mbi 60 nanogram për decilitër, mund të jap efekte anësore nga tejkalimi i dozës. Por cilat janë disa nga ushqimet që ne mund të marrim këtë vitaminë kaq të rëndësishme për organizmin ton? Ushqimet të pasura me vitaminë D janë merluci, qumshti dhe drithërat e fortifikuara me vitaminë D, peshku ton, peshku shpat dhe salmoni, lëngu i portokallit, sardelet, mëlçit dhe kërpudhat. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin shqiptar. Territori shqiptar për datën 9 korrik 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme me alternime kthjellime dhe vranësira të lehta kalimtare. Pjesa më e madhe e territorit do të dominohet nga moti me diell, ndërsa gjatë orëve të pasdites te relievet malore lindore priten vranësira të përkohshme pa reshje domethënëse. Temperaturat do të mbeten tipike verore. Paraditja do të jetë kryesisht me diell në të gjithë territorin, ndërsa zonat e izoluara do të kenë vranësira të pakta kalimtare. Pasditja vijon me moto
ngrohtë dhe të qëndrueshëm. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 15 gradë, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 35 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 10 deri në 12 orë me diell. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 6 metër për sekond. Deri do të ketë allgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ballë. Indeksi ultraviolet për Tiranë pritet të jetë i lartë rreth 8 deri në 9. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:09 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:23 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër 21 deri në 35 gradë Celsius, Kukës 18 deri në 32 gradë, Peshkopi 17 deri në 30 gradë, Tiranë 20 deri në 35 gradë, Durrës 24 deri në 32 gradë, Kavaj 23 deri në 32 gradë, Elbasan 21 deri në 35 gradë, Berat 22 deri në 35 gradë, Korç 15 deri në 29 gradë, Vlorë 24 deri në 32 gradë, Gjirokastër 18 deri në 30 gradë, Sarandë 24 deri në 32 gradë Celsius. Tani u ftohet të ndiqni parashikimin e motit në territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për datën 9 korrik 2026 do të karakterizohet nga një mod kryesisht i qëndrueshëm me kthjellime dhe intervale të gjata me diell. Gjatë pasdites në disa zona malore mund të ketë vranësira të lehta kalimtare, por pa rreshje të rëndësishme. Temperaturat mbeten të larta dhe karakteristike për stinën e verës. Paraditja do të jetë mod kryesisht të kthjellët, ndërsa pasditja vijon me temperatura të larta dhe mod të qëndrueshëm. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 14 gradë Celsius, ndërsa maksimale do të arrijë deri në 33 gradë. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi i veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 6 metër për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i lartë rreth 7 deri në 8. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 4:59 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:22 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica 15 deri në 32 gradë Celsius, Podujev 14 deri në 31 gradë, Skënderaj 15 deri në 32 gradë, Pej 15 deri në 32 gradë, Prishtinë 15 deri në 33 gradë, Gjakov 16 deri në 33 gradë, Malishev 16 deri në 33 gradë, Gjilan 15 deri në 32 gradë, Ferizaj 15 deri në 32 gradë, Kaçanik 14 deri në 31 gradë, Suharek 16 deri në 33 gradë, Prizren 16 deri në 33 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision. Ndërkohë ju ftoj të na ndiqni në rrjetet tona sociale, Instagram, TikTok, Twitter dhe Facebook. Gjithashtu, nëse dëshironi që të na ndiqni live, mjafton të klikoni në webdrita.tv. Kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision dhe ju ftoj të ndiqni programacionin në vijim të Drita Televizion.